Tani është momenti që ne t'ju japim disa ide fantastike, brillante, se si të bëni të lumtur njerëzit tuaj të dashur. Shpeshherë kur duam të bëjmë ndonjë dhuratë, e mendojmë si ta bëjmë më të bukur, si ta bëjmë më të veçantë, që t'i dedikohet plotësisht personit dhe të tregojmë që jemi përkushtuar shumë ndaj këtij personi. Kështu që tani është momenti, na ndiqni me vëmendje. Në studio janë bashkuar Elis dhe Ejona Veraj, mirë se erdhët, të dy sipërmarrës, vlla e motor. Kënaqësi që sot ju kemi këtu. E faleminderit shumë që na keni sjell këto produkte vërtet shumë të këndshme, të gjitha janë handmade, pra gjithçka është e bërë me dorë, asgjë nuk është nga këto prodhimet në seri, gjithçka është unike. Dhe kjo është vlera më e shtuar. Po mirë, si ju erdhi ideja një herë për të realizuar këtë gjëra, për t'ju futur kësaj sipërmarrjeje? Çdo njeri pak a shumë ka historinë e vet, niset nga përvojat e tij dhe nga nevojat që ka. Ne kemi dashur gjithmonë që të bëjmë dhurata, të impresionojmë njerëzit tanë të dashur, por që produktet dhe kultura në Shqipëri ka qenë pak e vaket në këtë pjesë. Shikohet më shumë ana materiale, dhurata të përgjithshme, jo lyqe, ora ose lek. Po. Dhe provuam disa ide në shtëpi, improvizime dhe dolin që kishin një impakt shumë të madh nga ana shpirtërore te personi që i dhurohej. Dhe diskutuam bashkë me motën duke qenë se ne kemi dhe aftësi dizenjuese, krijuese. Pse? Çfarë shkollë keni bërë? Jo, kemi pasur vetë dëshirë. Motra e vëlla në fillim ka nisur si lojë kur kemi qenë të vegjël. Kemi provuar në pikturë, në një gjë, pastaj kompjuteri, Photoshopi, bëjnë të vetat që të krijojnë mundësinë të bësh krijime, qoftë 3D, qoftë çdo lloj dizenjimi. Sa kohë keni që merreni me këto punime? Pak a shumë diku të 2-3 vjetë që i kemi filluar seriozisht, se siç tha dhe vllai, ne kemi një jetë që mundojmë të krijojmë gjëra të reja, edhe dhuratat që ne kemi bërë gjithmonë kanë qenë gjëra të krijuara nga vetë ne. Ju kujtohet ndoshta puna e parë që keni realizuar të dy së bashku dhe ruani atë? Puna e parë, rastësisht kemi parë këto pjesën e pikturës, ne s'kishim pikturuar ndonjëherë. Dhe morëm një kanavac, disa bojra, disa penela, edhe hajtë të provojmë të pikturojmë. Ajo që pikturuam pastaj doli që ishte diçka jo pikturë, si të them, të piktorëve që marrin një peizazh apo një gjë të veçantë, po bën diçka moderne, diçka artistike, që duke një krijimtari, një. E ku t'ja dhuruat? E kemi për veten tonë. E keni dhuruar vetes tuaj. Në sa kohë ju ha puna për një nga objektet që ne kemi në studio për shembull? Ose i marrim edhe me radhë disa prej tyre, nuk ka rëndësi. Kjo për shembull, këtu që është shumë e bukur, që është mos gabofsha për të ruajtur kujtimet, fotot apo jo? Po. Varet në mund. Këto në qoftë se, do me thënë koha më e madhe që mund të harxoj një produkt është momenti që ai krijohet. Që ne duhet të gjejmë të gjitha produktet që duhen, iden, edhe sidomos se çfarë duam ne të përcjellim. Se normalisht mund të bësh diçka të bukur, por që duhet të ketë një ide të caktuar, sidomos kur është për dhuratë, se varet kujt ja dhuron dhe çfarë do të përcjellësh atij personi. Por kjo është koha më e madhe, që një produkt mundoj minimalisht një javë, që të krijohet dhe të jetë diçka e konkluduar në fund. Ja se do shohim pastaj edhe realizimin në klip e kemi realizimin e kësaj. Po, patjetër. Krijimi, koncepti do një javë, po si proces ne kemi kthyer si biznes tashmë dhe mund ta bëjmë edhe për gjysmore, për 20 minuta, një punim të tillë. Por ideja imi, koha që kërkohet, që të gjitha për të bërë. Idejoni ju apo vinë njerëz të cilët kanë ide të qarta? Ne ideojmë përgjithsisht, nëse dikush do të ndryshojë ngjyrën e fotografive, madhësinë, ngjyrën e lulës të punimit me dorë, aty ku lejohet ne mundsojmë sa më shumë që atë klienti të jetë apo personi që do e marrë të jetë i kënaqur që është bërë enkas për të. Kjo është gjithmonë ajo ideja që ndërhyet për ty, nuk është se është si në supermarket apo si në një dyqan. Një gjë që mund ta ketë kushdo, mjafton të paguajë dhe mund ta ketë kushdo, ndërkohë që këtu paguan por ke diçka unike që ke për vete dhe për njerëzit e dashur. Mirë, përpara se të kalojmë të flasim më në detaje për sa i përket këtyre punimeve kaq të bukura me shumë dashuri punuar nga motor e vëlla, le të ndjekim tani një klip i cili na tregon se si realizohet një kornizë që mund të jetë një ide shumë e mirë për dhuratë. Përshëndetje, neve sot jemi këtu për të realizuar një kornizë me foto, e cila do të jetë i gjithë një punim artizanal. Mjetet që na duhen për të realizuar këtë punim, duke filluar nga një kornizë e thjeshtë, e cila mund të jetë një kornizë që ju mund ta gjeni në shtëpinë tuaj, një kornizë e vjetër, e cila do ripunohet. Më pas, duhet një flet e thjeshtë, mund të jetë një ngjyrë ose të ketë një pamje të vjetër, e cila do të shërbejë si sfondi i kornizës.
Gjithashtu, do na duhen dhe 3 kapse të vogla. Mund të jenë një ngjyrë ose mund të jenë me disa ngjyra. Ne do përdorim sot 3 kapse me ngjyra të ndryshme për të thyer edhe pak sfondin edhe idenë e kornizës. Gjithashtu, te kapse do vendosim dhe 3 foto, që janë foto të thjeshta, mund të jenë gjatë viteve ose mund të jenë të kohëve të fundit, në varësi të dëshirës tuaj. Dhe e treta që na duhet janë gërmat, për të cilat do shikoni dhe në fund se funksionin që do kenë. Ato vjen te korniza për ta personalizuar akoma më shumë këtë kornizë. Këto janë gërma që mund t'i zgjidhni ju sipas dëshirës dhe priten lehtësisht me dorë. Më pas do kalojmë gjatë kohës që do punojmë dhe kornizën, do shikojmë dhe mjetet që na duhen, duke filluar nga ngjitsi, gëshërët dhe mjetet e tjera që do i shikojmë hap pas hapi. Hapi i parë është që do hapet korniza, normalisht dhe do ishet pjesa e xhamit që ka çdo kornizë, sepse xhami na pengon që të vendosim kapset dhe fotot për të krijuar efektin 3D të kornizës. Kështu që heqim pjesën nga mbrapa. Heqim gjithashtu dhe xhamin. Dhe tani do përdorim fletën që thash më përpara që mund të jetë një ngjyrë ose një pamje e vjetër. Fleta do ngjitet te pjesa e brendshme e kornizës. Për ta realizuar këtë vendosje do përdorim ngjitës që mund të gjendet lehtësisht në çdo kancelari. Është një ngjitës që mund të bëhet nga të dyja anët. Do marrim bazën e kornizës, do përdorim të 2 skajet e saj, do e bëjmë të gjithë me ngjitse dhe e presim me gëshër. Gjithashtu të njëjtën gjë do bëjmë dhe tek ana tjetër e kornizës. Pasi kemi përfunduar me ngjitsen, këtu na vjen në ndihmë ana tjetër e ngjitses që ka ngjitse nga të dyja anët. Pasi kemi përfunduar me heqjen e ngjitses, marrim letrën që na duhet për sfondin. Pasi kemi përfunduar me vendosjen e sfondit, e vendosim përsëri bazën e kornizës tek korniza e saj. Pasi kemi mbyllur kornizën dhe e kemi fiksuar, vazhdojmë me pjesën e punimit përpara. Do të fillojmë duke vendosur 3 kapset. Për të vendosur kapset e korniza na duhet patjetër ngjitsi, ose si thuhet ndryshe vinovili, që të jetë një ngjitës i lëngshëm, sepse kjo është material druri dhe ngjitës tjetër nuk funksionon. Do të fillojmë duke vendosur ngjitsen në 3 vende të ndryshme në pjesën e sipërme të kornizës. Nuk është e thënë që të jetë diçka fikse me centimetra, pasi normalisht është një punim artizanal. Dhe e bukur e punimeve artizanale është që asgjë nuk është perfekte. Kështu që le të vazhdojmë me ngjitsen. Pasi kemi përfunduar me ngjitset, fillojmë vendosjen e kapseve. Do ngjitet pjesa e mbrapsme e kapsit që të kemi mundësi që pastaj të vendosim fotot kur të hapim kapsen. Pasi kemi përfunduar me ngjitjen e kapseve, do presim diku te 10-20 sekonda sa të thahet ngjitsi dhe pastaj do vazhdojmë me proceset e tjera. Atëherë në procesin e radhës do përdorim sërish vinovilin për të gjitur gërmat e ndryshme që duam të vendosim në kornizë. Le të fillojmë me lidhsen V ose një gërm tjetër që mund të jetë, e cila do të vendoset në mes të kornizës që të na orientoj për gërmat që do të vendosen anash saj, ta kemi dhe ne më të lehtë për t'i vendosur. Pasi kemi përfunduar me ngjitjen e gërmave, është momenti që të vendosim fotot e kapset.
që kanë kaluar disa sekonda dhe tani mund t'i vendosim lehtësisht dhe fotot. Pasi vendosim foton e fundit e kapsja, kjo kornizë është gati dhe mund të vendoset shumë mirë në një nga ambientet e shtëpisë tuaj, ose pse jo të dhuroj si një dhuratë për një rast të veçantë për një mikun ose të afërmin tuaj. Ishte shumë e bukur në fakt ajo që sapo ndodhi, që për njëri tjetrit i dhuroni kështu punime të veçanta. Në fakt, ja do të tregoj një histori të fundit që ka ndodhur tani para një muaji, kishte vllai ditëlindje. Dhe ishte një tmerr i vërtet, mund ta them, si nga unë, si dhe nga gjithë familjarët, që t'i bënim Elisit një dhuratë. Se normalisht jemi mësuar që krijojmë gjëra gjatë gjithë kohës edhe dhuratat janë të pafundme. Edhe në fund fare, u mundova t'i bëja disa gjëra simbolike, domethënë më tepër surprizë se sa gjëra materiale. Se siç tha dhe vllai në fillim, jemi shumë të fokusuar te kjo pjesa që të bëjmë dhurata shpirtërore. Kështu që edhe me njëri tjetrin këtë mundohemi të bëjmë, që t'i gjejmë ato pasionet që kemi. Jam shumë kurioze dhe t'ju shoh se si uleni dhe punoni të dy në studio. Ju ndodh ndonjëherë që të keni debate me njëri tjetrin për ndonjë punë të caktuar? Jo, realisht jo. Nuk janë gjëra precize. Po të ndryshosh ngjyrën e një produkti, xhbëri jeshile, xhbëri e zezë, bukur duket kur e krijon vetë. Tek ngjyrat kam përshtypjen unë vendos ti. Po? Nga pak të dy. Nga pak të dy, mirë. Ama pjesën e kornizës kujdeset vllai. Apo të kjo me gosht për shembull. Dhe të kthyer, me thjesht. Është ndryshe, okay. Është një ka dhe gërma. Gërma. Mirë, i marrim me radhë këto që kemi këtu, se dua të ndalem tek një ndër punimet më të veçanta që mund të keni krijuar, nëse e mbani mend. Megjithatë, e ke këtu? Është këtu? Jo. Po, është këtu. Kush është? Si do thuaj? Nga të parat që ne kemi filluar që është një lloj metode që dhe në perëndim quhet me emrin string art, ka të bëjë me një punim gozhdësh ku kalohen fijet duke krijuar një lloj imazh, një lloj template të veçantë. Dhe kjo mund të bëhet në forma të ndryshme, në formën e kapeles me mostaqe siç është këtu, që përfaqëson gentleman. Po ky punim ka një gjë të veçantë sepse na ka pëlqyer neve, se gjatë kohës që e bën ka vështirësinë e vet, sepse një fije po kaput çmontohet e gjitha, po të futet edhe në një gjendje qetësie sepse do 2-3 orë, 4 orë ndonjëherë për të bërë edhe të tjerësh. Po. Shkëputesh komplet dhe artizanalet që shkëputesh dhe i përkushtohesh në maksimum. Dhe si ky produkt ne kemi krijuar disa modele, deri aty sa kemi mbush dhe faqe muri duke përfaqësuar një dizenjë të caktuar. Me gosht betoni duke u vështirë. Është shumë e vështirë. Aty ke punuar ti më shumë. Po, patjetër. Gosht betoni normalisht. Si vetë një produkt që ndërkohë interesante dhe shumë unike më duket edhe kjo kutia. Kutia e kujtimeve, siç e quajmë neve. Që njerëzit vendosin kujtime të jetës së tyre dhe ja dedikojnë dikujt këtë. Kemi pas dhe propozime martese me këto kutit madje, kështu që simbolika është shumë e madhe. Cila nga kutit është përdorur për propozim martese? Besoj kjo. Po, ajo. Ka qenë mashkulli? Sigurisht. Po. Jo, ndodh edhe femra, nuk ka asnjë gjë. Dhe ja. Shumë të Dhe bukur është vërtet. ide e njëjta, po e dizenjuar ndryshe. Po kjo, tani, se edhe kjo është shumë e bukur dhe ka të bëjë shumë me kreativitetin me anë të dizajnit, krijon, ja bën flokët me lule. Po. Kjo është një ide që ne kemi bërë në kohën e lirë për të provuar se si do dukej ky lloj kombinimi i vizave simetrike me ngjyra dhe me lule 3D, që është diçka që po ta mendosh thua se do dali bukur, por kur shikon të kompletuar të gjithën del goxha e veçantë. Çfarë ka brenda ajo kuti? Jo, kjo është një tip kanavace. Është kanavac, po. Që vendoset si dekor. Vendoset si dekor, mund të vjetë një portret femre, bardhëzi do ishte bukur që të dinin sa më shumë në sy lulet, që ne ju ngjisim një Sa nga bukur janë një. kombinuar formati 2D me formatin 3D. Po. Kjo është kemi një më afër nga atje. produktet e fundit që është krijuar. Këto janë Kush janë ata njerëz aty? ky është një shembull. Ne ruajmë gjithmonë privatësinë e kujtor, nuk ekspozojmë asnjëherë. Një tjetër kornizë që mund të varet, ëh? Tip kanavace përsëri, kjo është përbërë nga një letër morale e veçantë që është me relief.
Këto letrat balosin të gjitha një nga një me dorë ngjiten duke krijuar këllë forme dhe gjithashtu dhe fotografit dizenjohen dhe priten në përmasën që shikoni dhe këtu. Dhe krijohet një produkt 3D, si për dekorim, si për dhuratë, i plotëson të gjitha. Është një tjetër punim i bukur që Albani donte ta. Me zemra të flutur. Kjo është e krijuar totalisht me zemra, që janë 3 zemra dhe vendosen foto, zakonisht është dhuratë për çifte. Detyrimisht. Edhe vendosen 3 foto dhe këtu zakonisht në fakt ne kemi vënë emra, por që përdorin shumë datën ose thënie. Për shembull kur ka ndonjë përvjetor ose ndonjë ditë të caktuar të lidhjes së tyre, është një dhuratë shumë e bukur që ngelet kujtim. Materiali që lidhni gozhdat me njëra tjetrën, çfarë materiali është? Ajo është një lloj peu, Specifik si pe. tekstili, varet në punime të ndryshme, kërkohet të ndryshme. Në atë rast është pak me shkëlqim, që përveç të kuqes edhe shkëlqen. Më ngjau pak si tel bakri për ato kanë. Ai është efekti i shkëlqimit. Dhe ajo personalizohet me fotografin në brendësinë e saj. Dhe një person që ka qef gjërat artizanale, ai lloj produkti do ta entuziazmonte shumë, sepse ja di vlerën, domethënë që është lodhur dikush për ta bërë atë, ka harxuar një farë kohë, nuk është gjë fabrike. Kanë filluar ta vlerësojnë pikërisht të gjithë sa po theti? Patjetër që po. Që është diçka artizanale. Ja të tregoj shembullin e kësaj se ju rikthyem përsëri. Po, s'ka gjë, se shumë e bukur. Kjo dhuratë është bërë një drejtor i institucioni financiar. Edhe kur e ka marrë në dorë, ai ka thënë që ka një jetë që po më bëjnë gjëra materiale dhuratë, jo kullare, portofolio. Më në fund erdhi në dorë diçka që është lodhur dikush ta vërtet. Po të shkon mendja ta vesh portofolin kur është tek një institucion financiar. Ama për këtë dhuratë lodhet edhe ai që e dhuron dhe ai që e merr dhuratën. Lodhen të dy palët. Është impenjative. Është impenjative. Gjeje emrin, më pëlqen ideja. Duhet gjetur dhe fjalët, mund të kombinohen disa gjëra brenda, të ta tregoj se si. Po. Aty përdorin zakonisht mesazhe sekrete që do t'i përcjellin njëri tjetrit. Këtu janë 2 emra, për shembull Angela, Erald dhe Dashuri këtu. Po. Tjetër çfarë ka këtu? Çfarë mund të gjejmë tjetër? Kaq në këtë rast. Do një emër tjetër, do një të tretë, jo. Dhe kjo është në xham që mund të fshihet me facolet ose me dorë, si të duash, nuk të bën asnjë lloj problemi. Shumë interesante. Ideet për këtë krijimin nga ju Shumë të bukura. Se nuk është e thjeshtë ta mendosh këtë gjë. Gjej fjalët. 2 vjet kohë besoj për kaq për 160 produkte që ne kemi unike nga njëri tjetri. 160, 160. Që kemi qenë pak të kufizuar që mos të krijojmë kaos, po tashmë do krijojmë faqe webi, do krijojmë gjitha mënyrat që ne t'i prezantojmë produktet njerëzve dhe do ketë infinit produkte. I kuptoj. Pafundësisht. Kjo ishte vërtet shumë e bukur, më pëlqeu shumë kjo, prandaj edhe ndaret e kreativitetit. Një tjetër. Përdorni edhe këto kapsat e Vockla, që janë pjesë e vajzave, zonjave kryesisht, dhomës së vajzës i shkojnë shumë. Kryesisht, ne atë dhuratë e kemi ideuar për çifte, por që realisht personat që vetëm që e kanë bërë ka qenë për shoqëri. Janë për shembull grupe 2, 3, 4 vajza që vendosin inicialet e tyre, edhe fotot për kace, pasi është diçka me ngjyra që normalisht vajzave i pëlqen shumë. Në fakt stikati kjo edhe nëpërmjet klipit, kështu që. Të marr këtu? Po, edhe kjo prapë mesazh sekret, se normalisht dhuratat nuk janë të gjitha që vinë direkt, por duhet ta mendosh pak. Janë shumë të kuruara dhe në një kornizë kaq të vogël përcjellin mesazhe shumë të forta. Po. Ideja e kësaj kornizës janë zakonisht përdoren këto shishet që vinë mesazhe nga deti, kurse ne kemi përdorur një letër. Po. Sa bukur. Në momenti që hapet letra, është një mesazh. Sepse për shkakun ne kemi përdorur një shprehje, po. Sepse dashuria ime për ty është e thellë, është më e thellë, më falni. Se sa që edhe një foto që vjet. Shpreha personalizohet sipas dëshirës, fotoja vendoset e personit. Gjithë ky pasion kaq i madh ju ka privuar nga jeta juaj e përditshme, nuk di sa vjeç je? 30. 30. Ju tani të rinj keni edhe hallet të tjera. Ju ka privuar nga përditshme? Para një, unë jam familjar. Jo, domethënë ti s'ka privuar. Prind nuk më ka privuar sepse aq më tepër që nuk është se orarin e kemi fiks, mund të lëvizim kur të duam, ta improvizojmë kohën tonë të punës si të duam. Me menaxhoni si të doni ju. Si të duam, si një punë, një piktori apo një që nuk e ka me kronometër se sa duhet të ri apo kur duhet të ri.
Okej. Të bizneset familjare, se ky është, le ta quajmë një lloj biznesi familjar, kanë filluar goxha të funksionojnë, besoj, apo jo? Po, por duhet gjetur edhe kombinimi dhe ai pasioni i njëjtë, krijimtaria e njëjtë, dëshira e njëjtë. Ne me vërtet kemi mbaruar shkollën për degë të ndryshme, por që kjo gjë na bashkon. Ndërsa po të ishte në lidhje me profesionin, s'do na bashkonte kur. Okej, Kanë gjetur të mesmen e artë dhe nuk thonë kot ndonjëherë nëna tona që s'ka si joti. Me njerëzit me motrë, me vllajën, ata punojnë. Të tjerët gjithmonë ta kanë me ile dhe prandaj si duket funksionon gjithmonë. Mirë, diçka tjetër, edhe një kornizë tjetër me puzzle. Puzzle. Më pëlqen, këtu do ta kesh marrë frymëzim. Nga fëmijët, se fëmijët bëjnë puzzle gjatë gjithë kohës. Edhe kjo ka të, domethënë, komplet idenë e puzzle-i, që puzzle-i duhet rish që ti ta formosh dhe të ha goxha kohë. Dhe aq e vështirë, mos të më e vështirë është të gjesh dhe personin që ti do kesh në krah. Edhe janë mbledhur të dyja simbolikat bashkë, që është puzzle-i, edhe ti ja dedikon personit tjetër që ti thua ti më plotson siç plotsohet një puzzle. Ja, shkrimi. Ti më plotson shkrimi. Si e dhëndur në dru efekti. Po, dhe është super e bukur dhe e mrekullueshme. Unë ju them vetëm kaq, ju lumshin duart dhe realisht ju falenderoj për gjithë të krijimtari kaq të bukur që bëni, se të mbushet syri. Po, na dhanë edhe ide në fakt se si mund të kombinojmë, por edhe ku mund t'i gjejmë punime kaq të bukura për të bërë të lumtur njerëzit tanë të dashur. Ndërkohë nëpërmjet klipit një tjetër punim do të vi për të gjithë ju. Do të mbyllim edhe emisionin për ditën e sotme. Faleminderit që qëndruat me ne. Ditë mbar gjithë dhe pafshim. Faleminderit. Një tjetër punim po aq artizanal dhe po aq i veçantë është ky punim që do ju shpjegojmë në minutat në vazhdim. Është kjo korniza, që është një nga kornizat më të veçanta që ne kemi në dyqan. Për realizimin e kësaj kornize do na nevojitet korniza prej druri, që është një kornizë thjesht e një kanavace ose telaje. Do na nevojitet copa që do e mbështjellim. Sigurojmë që copa të jetë pak 2 deri në 3 gisht më e dalë se sa korniza. Litari që e bën këtë kornizë diçka më të vjetër, diçka vintage. Një lule dekoruese, peo, kapset në të cilat do të varim fotografitë dhe një stepler i thjeshtë. Shtrojmë në fillim copën e cila do jetë mbështjellja e kornizës, e hapim në tavolinë, vendosim kornizën në qendër të copës dhe fillojmë mbështjelljen. Mbasi kemi palosur kornizën, marrim steplerin, e hapim në mënyrë që ta bëjmë më të thjeshtë nguljen e kunjave. Fiksojmë copën me stepler. Pasi kemi fiksuar copën rreth kornizës, tani do të vendosim litarin në të cilën do të varim fotot. Tani do të vendosim litarin. Litarin nuk do e presim për arsye që mos ta presim më të shkurtër. Fiksojmë litarin në një anë. Litarin do fillojmë ta rrotullojmë rreth kornizës, duke krijuar forma jo të rregullta për arsye që të duket sa më artizanale dhe punim me dorë. Mbasi kemi krijuar vizat e drejta me anë të litarit, e fiksojmë litarin në krahun në skajin tjetër. Dhe presim. Tani kemi përftuar një kornizë të tillë
në të cilën do të vendosim lulen dekoruese, duke e qepur atë në një nga skajet që ju dëshironi. Mbasi kemi vendosur dhe lulen dekoruese, hapi i fundit është të vendosim kapset në të cilët do të vendosim edhe fotografit. Do vendosim kapset në mënyrë që të varim dhe fotografit në mënyrë të shregullt dhe rastësishme. Ky do të jetë versioni final i kornizës, duke vendosur në çdo kapse fotografit, që janë lehtësisht të lëvizshme.